Mirë se erdhët në këtë pjesë të Reze Dielli, ku do të flasim për një moment shumë të veçantë, të paharrueshëm për çdo, për çdo të ri që mbaron ato sfidat akademike dhe vjen ajo dita e bukur e diplomimit. Për çdo, kjo ditë shënohen një etapë të rëndësishme, fundin e një etape dhe fillimin e një etape të re. Mirë po, për disa studente të sapo diplomuara, kjo ditë ka qenë me një emocion të dyfisht, sepse ato kanë ndarë skenën e diplomimit krah për krah me fëmijët e tyre. Ka qenë një ditë e paharrueshme edhe për çdo që ka ndjekur këtë ceremoni diplomimi, ndaj i kemi ftuar në studio për të ndarë së bashku emocionet, jo vetëm të mbylljes së studimeve dhe fillimit të punës më pas, por gjithashtu sfidat në për cilat kanë kaluar në krah për krah me fëmijët, me 2 fëmijë, ne do të prezantohemi tani menjëherë me 3 studentet e diplomuara bashkë me fëmijët. Mirë se erdhët, ju prezantoj menjëherë me Alisa Sinameta. Mirë se erdhe. Faleminderit. Me djalin 8 muajsh apo jo? Ajden. Përshëndetje, Anajd. Si je? Ja, e do stilolapsin që pari vum një lodër, telefonin edhe stilolapsin. Djali zgjodhi stilolapsin. Gjithashtu me Ariola Koçi, e sapo diplomuar, krah për krah me vogëlushin e saj Ikon, që është vetëm sa muajsh? 2 muajsh. 2 muajsh. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Mirë se na gjetët dhe mirë se erdhët bashkë me djalin e dytë, sepse i madhi është... I madhi është 3 vjeç. 3 vjeç, me 2 fëmijë dhe studente dhe e diplomuar, sapo diplomuar. Marinela Cahani Muça, që ka ardhur me vajzën e saj. Mirë se erdhe, Marinela. Mirë se u gjetëm dhe neve. Edhe ti nën e 2 fëmijëve, apo jo? Vajza që është 6 vjeç edhe çunin që e kam 4 vjeç. 4 vjeç. E para ju uroj shumë suksese në përmbylljen e kësaj etape të diplomimit, një ditë e bukur, emocionuese, e paharrueshme besoj dhe për ju. Do më tregoni pak për ato momentet e bukura, për ato ditë të ceremonisë, që ndryshe nga studentët e tjerë, për ju ka qenë me emocione të 2 fishta, të 3 fishta, duke patur në krah edhe fëmijët tuaj. Si ishte ajo ideja, si e zgjodhët vetë, ideja e kujt ishte? Kishte edhe studentët të tjera me fëmijë, apo jo? Ju të treja jeni këtu me ne, kështu që na tregoni pak për emocionet. Sfida në fakt nisi që kur u mora vesh isha stazan dhe isha në fillim të masterit, në të ciklit masterit. Dega? Dega që studiove? Gjule Tërsi. Ishte një miks emociones të cilat kur Anajd erdhi në jetë, u finalizua me diçka shumë të bukur. Në fillim ideja ishte nga motra ime e cila u diplomua së bashku me mua. I qepi një kostum, si që kishim dhe në foto. Dhe ja veshëm, Anajd duket sikur e pëlqente shumë. Dhe e morë me vete dhe kur pash që kishte plot nënat të tjera që ishin me fëmijët e tyre, vendosa ta merja në skenë, sepse në fillim nuk e dija që do ngjiteshim në skenë me bebet. Po kur pash a mund të lejohesh apo jo, a ishte pranueshme apo e lehtësueshme për ju, por që ju vendosët ta merrni me vete. Dhe kur pash të gjitha nënat e tjera që ishin në skenë bashkë me fëmijët e tyre, e mora me vete dhe ishte një emocion shumë i bukur, sepse më ndoqi për gjatë gjithë shtatzanisë e kisha me vete në master, e kisha kudo me vete, më pas kur sapo lindi kishim provimet e fundit të diplomimit, dhe ishte periudha postpartum, shumë e vështirë, por ja dola. Provime, mësime, lexime, do me thënë provimet ishin fix kur Anajd nuk ishte bërë akoma 40 ditë, ishte 1 muajsh. Ishte shumë e vështirë, por një kohë ishte edhe gjeta forcë që t'i kaloja me sukses. Ariola, po për ty, se ke pasur bebin më të vogël aty, besoj. Po, për mua ka qenë, sfida më e madhe ka qenë viti parë, ka qenë djali madh Aristi, ishte 1 vjeç e pak. Po, 1 vjeç e 1 muaj ishte, kur fillova masterin. Dhe gjithë viti ka qenë një sfidë më vete, ishte më punë para dite, shkollë mas dite, Aristi ishte në kopësh, e mante mamim, edhe ka qenë, do me thënë, darkave, do mësoje, do merreshe me bebin, ishte shumë e vështirë. Po që ja dole mirë. Kur erdi pastaj edhe Ikon? Kur erdi Ikon ishte shumë... Ishte i pa planifikuar, në kuptimin që nuk është se kishim në plan të bëndim shumë shpejt bebin e dytë, aq më tepër që isha akoma me këtë periudhën e shkollës dhe me rrumujt madhe, çdo gjë ishte shumë intensive.
do më thënë, ngella Shazan në nëntor dhe ishte viti 2, sa po kështë filluar viti 2 i masterit. Dhe ishën pushimet e vitit... Po, Gjullet Tërsi edhe unë, si Alisa, po. Edhe në dhjetor ishën pushimet e vitit të ri, edhe atëherë marrë vesh edhe që jam Shazan. Si ishte ai momenti, kur ti more vesh që ishe Shazan, kishe përpara diplomimin, duhet të lexoje shumë? Nuk e di, thash... Okej, po si ishte momenti ndoshta. Utrëme kishe ato dyshimet e tua për ta shtyr shkollën, ne femrat jemi shumë forta dhe bëjmë shumë gjëra. Po, e drejtë. Që kemi super fuqi. Por që thjesht mendoja që djali tjetër ishte shumë i vogël, shkolla ishte përpara, do ta mbyll, puna ishte shumë gjëra në mendje, por që në janar kur kthehemi në shkollë, nuk e di, po e kuptuan të gjitha gocat, se barku ishte pak më i madh se me të parën. Edhe profesoresha që ka një ndryshim të ty, po jam Shazan. Dhe pastaj në qershor, korrik, që u mbyll, nuk e di, ka qenë një sfidë shumë e madhe. Një lodhje. Do të flasim pas edhe për vështirësi kush u ka dihmuar. Por që ditën e diplomimit pastaj mora të dy me vete. I kishe të dy? I kisha të dy, po, edhe thash edhe nëse nuk do pranonin bebat, ikonin do ta merja, sepse... Do e ta kishe si kujtim. Po, ishte fiks në ditën e parë të shkollë të universitetit, do me thënë, të vitit të dytë, ishte në bark, kështu që do ta merja se s'bën edhe... Ka qenë gjithmonë me ty dhe erdhi gjumi të vogël. Dhe gjatë ceremonisë, profesoresha që ishin lart na dhanë 2 shenjë falënderimi, një për mua, një për djalin. Që nga pas ta marrë dhe ai një certifikat që në këtë moshë. Duke qenë se ishte gjatë gjithë rrugtimit, edhe në bark, edhe kur u diplomuam. Edhe Marinela ka qenë me 2 fëmijët e saj. Po ndërkohë ti je për deg tjetër, je diplomuar për shkenca kompjuterike. Deg e Fakultetit të Teknologjisë. Unë në fakt mbarova bachelorin në vitin 2018 dhe më pas në 2019 lenda gocën. U shkëputa nga mastri, duke qenë se në periudhën e bachelorit ishte në 3 vite shumë të vështira, duke qenë se kur bën një kohësisht dhe punë dhe shkollën, është pak sa më vështirë, është lodhe më shumë psikologjike. Unë shkollë, t'jesh nën, të treja paralelisht, si kanë funksionuar ka shmitë e shkëputa, me thënë drejtën nga puna, në momentin që linda gocën, u shkëputa, duke qenë se duhet përkushtohesha 24 orë mbas kësaj, dhe mbas 2 vite erdhi një jetë dhe quni, duke qenë se unë mbarova dhe bachelorin e nuk isha ndërmend fakt vazhdoja mastrin për momentin, doja pak pushim. Doja të përkushtohesha fiks të 2 fëmijëve të mi dhe pastaj mbasi bëri quni 3 vjeç, goca bëri 5, thash okej, mendoj se tash është momenti të vazhdoj dhe masterin. Kisha dhe dëshirën shumë për ta vazhduar masterin, ndjeja një mangësinë vetë, thoja okej, unë bëra bachelorin, bëra 2 fëmijët, i rrita, tani çfarë do bëj? Nuk ndjesha akoma gati për tregun e punës, tash do vazhdoj masterin, sepse sado masteri është më shumë praktik, të ndihmon të jep më shumë hapësirë, të ndihmon shumë lidhje me shkollën edhe vazhdova masterin. Ju keni bërë masterin akademik, keni bërë masterin e jetës dhe keni rritur fëmijët paralelisht. Më tregoni pak si e pritën të tjerët, kolegët tuaj, miqt ata të pranishëm në ceremoni, kur ju panë me fëmijët në krah në ditën më të bukur, të plotësimit të asaj ëndre për të gjithë. Ishte shtesë duartokitjesh në degën tënde kishte edhe studente të tjera me fëmijë në krah. Ishte në 2 shoqet e mia cilat ishin me fëmijë, po unë kisha marrë gocën me vete dhe kisha vendosur që do hypja bashkë me gocën, do kaloja aty. Po atë në fakt të klasës time nuk e dinin në fakt që unë isha me fëmijë, duke qenë se master është pjesë që çdo njeri është individual, nuk është se ke shumë shoqëri, dikush ikën, dikush vjen, është zgjedhje. E mësuan aty që ti ishe... Po, kur mora gocën aty, po ti pas ke një vajzë, po i thashun. Do të pritesh e kjo ditë, nuk ishit shumë komunikim ndoshta. Jo, nuk isha vetë çike tërhequr, nuk doja shumë të flisja, se normalisht mastri që nuk njifesh me ato që je aty, plus unë isha 5 vite gati më vonë, nuk e vazhdova direkt, nuk ishin ato miq të mi që kam pasur në bachelor, ishin komplet njerëz të tjerë. Edhe kur mora të gocën, ato filluan, pas ke një gocë ti mashallah, i thoshin kësaj, do na mësosh neve numrat? Jo, thoshte goca se jo e keni bërë shkollën, e keni mbaruar. Po ishte një emocion shumë i veçantë, sigurisht se. Vajza si ka emrin? Ambra Muqa. Ambra, ti si e përjetove atë ditë, si u ndjeve atë ditë që u diplomua mami? Mirë? Të pëlqeu shumë? Ti kur mëson mami i bëje zhurmë, ishe ti ajo vajza që e ndihmoje mamin, rije qetë, luaje që ajo të mësonte? E ke ndihmuar? Jo.
Nuk e ke ndihmuar. Ja, kjo është një vajzë shumë e mbarë, dhe në fakti është gjë e mirë kur fëmija është i mbarë, sepse të ndihmon. Se mund t'ja lësh vjerës, mund t'ja lësh burrit, ndërkohë që ti ke për të mësuar, po është të dy kam fëmijë shumë të mbarë dhe kjo gjë është një ndihmë plus. Sepse ke edhe mundësi të... Më tregoni pak tani se e përmendi pak edhe Marinela, Vjera, Buri, sa ju kanë ndihmuar bashkëshortët në rrugtimin tuaj qeshje, busqeshje. Sa ju kanë ndihmuar bashkëshortët në rrugtimin tuaj? Shumë. Në studimet tuaja. Më tregoni pak nga ato ditët më të ngarkuar kur keni pasur probleme, provime, probleme, punë shtëpie, ngarkesa, fëmijët cilët her pas here jo virozat, jo për kushtimi që u duhet, netët pa gjumë. Si keni përballuar ato ngarkesa dhe mbi të gjitha të merrni dhe rezultate të mira? Unë kam një histori pak sa të veçantë, në fakt. Sapo linda djalin, bashkëshorti tim ju desh të shkëputej nga ne. Dhe nuk e kishim pranë. Do me thënë, shumicën e kohës unë isha të prindrit e mi. Danaj dësh shumë i lidhur me familjen time, me motrën, me mamin, me babin. Është rritur ati deri 6 muaj dhe normalisht që i do shumë. Këtu dua t'i falenderoj dhe t'i përshëndes dhe t'i them që i dua shumë. Dhe përpos kësaj kur bashkëshorti im kthehet, do me thënë, vinte gjatë fundjavave, por nuk ishte me ne gjatë javës. Ishte shumë e vështirë për mua, kalova një postpartum shumë të vështirë, vetëm për faktin se dija sa i po largohej. Ne ishim shumë të lidhur bashkë. Ishte përballë frikës, si do të arrisë fëmijën, jam vetëm, aq më tepër që në këto momente shumë e madhe për mua. Absolutisht. Ne përpara se të vinte anajt në jetë, punët e shtëpisë i bënim gjithmonë bashkë, gatuanim bashkë, dilnim bashkë, udhëtonim shumë shpesh dhe ishte një ndryshim shumë i madh. Dhe përjetova shumë keq. Si kalove atë periudhë postpartum? Kërkove ndihmë psikologjike? Më kanë ndihmuar shumë mami, familja, të dalur shëtitje me djalin, kam dalë shumë shpesh, e nxirra në mëngjes, shëtitje me karrocë, nxirja pas diteve. Ke patur momente kur doje të dorëzoheshe, të tërhiqeshe nga shkolla, e thoje të rrisir djalin nuk mundem ta vazhdoj provimet dita për ditë? Dëshira për ta mbaruar sa më shpejt shkollën dhe për të qenë pjesë e arsimit shqiptare mësimdhënies, ka qenë paqe madhe sa të rris djalin tim të shëndetshëm dhe e kam pasur shumë dëshirë që ta mbaroj sa më shpejt dhe të filloj punë mësuese. Kjo ka qenë një nga ëndrat e mia më të mëdha përpos gazetarisë. Si zgjodhe këtë deg? Nuk e di, ishte shumë spontane. Kisha të dyja shumë edhe bashkëshorti më fakt më thot shumë shpesh që ti dojë të bëjë gazetare, se ne njihemi prej shumë kohësh, jemi ende... Ku jeni njohur me bashkëshortin? Jemi njohur që në gjimnaz. Në shoqëri e përbashkët, që në vit parë në gjimnaz, tani jemi unë 24, ai 25. Tani një studente e cila ka njësur shkollën në ndërën e saj për ta plotësuar, sigurisht që me degoj që ke mbaruar mund të bësh shumë mirë edhe gazetare në një të ardhme, ku i dihet. Merr vesh që është stazan. Si e pritët ju të dy? Po shkolla, po familja si reagoi? Kishit atë frikën që frika më e madhe ishte e imja, sepse bashkëshorti e dëshironte shumë një fëmijë, ndërsa unë kisha shumë frikë. Më dukte shumë shpejt, më dukej sikur çdo gjë tjetër do ngelej pas dore, por që në të vërtetë ja dola dhe ja dola mirë dhe tani që djali rritet e shikoj që çdo gjë Dhe ai reagon ka rigimet e veta. Çdo gjë bëhet pak më e lehtë. Edhe familja reagoi në fillim pak çuditshëm, pak ishte me shumë sikletë dhe nga ana ime, po me një dëshirë, pritëm me një dëshirë shumë të madhe dhe me një dashuri shumë të madhe. Tani në këtë moshë Në këtë moshë jemi të dy gjatë gjithë ditës. Tani bashkëshorti është kthyer një bashkë dhe jemi bashkë, më ndihmon për çdo gjë. E keni përjetuar bashkë atë ditën e ceremonisë. Po, është mbështetje shumë e madhe dhe bashkëshorti për mua. Sa fëmijë do bësh? Për momentin unë kisha një periudhë shumë intensive. Shkolla, jeta vetë. Edhe nga psikologjike dhe nga ajo fizike, por nuk e di, nuk e kam në planet e mia të afërta një fëmijë të dytë. Rëmbër një qikë më të. Po kur e ka kaluar këtë sfidë kaq me sukses pra dhe të mësuarit edhe, se dihet volumi që ka edhe dega patjetër për të lexuar edhe për të ndëgjuar me orë të tëra zgjuar për të arritur aty ku duhet, sigurisht është një lodhje dhe një sfidë me veten, por që ja, kjo është forca e femrës. Mire tha dhe Ariola. Eksperienca jote, kush të kanë ndihmuar?
Mami, Vjera, bashkëshorti, sa e ke ndjerë pranin dhe mbështetjen e tij pak, po mami im ka qenë forca më e madhe që ka mbajt djalin e madh, që dhe burri patjetër mbas diteve. Në kohën kur vazhdova shkollën, unë bëja 2 punë. Paradite 2 punë? Po. Edhe asnjë nuk e beson. Punoj tek shërbim klienti tek Osheja dhe mbas dite kam një studion time estetike. Super. Dhe gjithmonë, do me thënë, edhe kur e mbarova shkollën, falenderimi ishte edhe për klientët, sepse gjithmonë prisnin mbas diteve. Ka qenë, nuk e di, një sfidë shumë e madhe që kush më takon dhe thënë si po ja del, si po ja bën. Zyesha në mëngjes, ora 6, merja çunin, e merja në gjumë, e çoja te çerdhja dhe pastaj ikja në punë. Ikja në punë, fat që shefja punës bëm një farë marrëveshje midis njëri tjetrit, që pranuan që unë të bëja 1 orë më shumë gjatë javës dhe të shtunën ta bëja pushim, sepse të shtunave ne kishim shkollën paradite. Edhe ikja te puna në orën 8, mbaroja punën në orën 3, nisesha 3:20 fillon të mësimi, unë merja lejë dhe ke shkolla që të vija në 3:05, 3:10. Mbaroja shkollën në orën 5 ose në orën 8, vare kur mbaronim. Ndërkohë i madhi kishte marrë bashkëshortin nga kopshi, e çonte te mamim dhe vazhdonte punën, ose e merrte në shtëpi qoftë ishte pushim edhe rrinim bashk. Unë mbaroja shkollën, shkoja te puna ime, se nuk mund ta mbyllja. Dhe kështu ka qenë, domethënë, gjithë viti i parë. Pastaj viti i dytë kur marr vesh që jam shtatzan, ka qenë një kaos në mendime. Edhe nuk shumë herë thoja ç'mu der shkolla, pse e vazhdova. Dita më e vështirë ka qenë kur më merr edukatorja, që dua ta përshëndes shumë në Nagerën, Aristi e kujton akoma, më merr dhe më kishim provim, edhe e shikoja te ora që ishte edukatorja dhe ato nuk marrin kurrë në telefon, aq më tepër në orar pune. Në ato momente të krijon ato. Edhe po i them profesoreshës të lutem, e thash, unë duhet hap telefonin sepse po më merr edukatorja djalit. Dhe më merr dhe më thot, shiko, thot se çuni ka temperaturë dhe është shumë i kputur. Ka vjell 3 herë, nuk e di, ajo ka qenë dita më e vështirë që këtë isha shtatzan. I kisha provim, ai ati ishte shumë keq dhe mbas asaj dite e shtruam në spital, edhe ka qenë dita, nuk e di, do me thënë, aty thoja për ç'a mu der shkolla, ama provimi nuk duhet ta leja se i bie ta ngelja për në korrik për sezon. Tjetër sfidë hapje. Dhe i them, unë duhet flas patjetër pak në telefon, dhe aty pastaj marr mamin, marr burrin, marr, nuk e di, vllajin tim, gjithë duke thënë, shkoni te kopshi merrni çunin. Edhe mbaj telefonin sipër bankës dhe thash nuk po preka si gjë, se ishte dhe kjo ideja se tani ishte po, patjetër. Edhe telefonin sipër bankës, në WhatsApp vetëm te këto 3 biseda derisa e pash e morën, edhe mbarova provimin, nuk e di si e kam bërë, edhe ika. Pastaj aty ishte hera parë që thash është një gjë që nuk mbahet kaq shumë ngarkesë. Sepse ti zgjidhe të bësh vetë 2 punë, ishte nevoja familjare për të bësh 2 punë? Jo, ishte pasion, ishte pasion. Thjesht mbas ju martova, nuk isha ç'a bëja, punoja në një peak exchange edhe më pëlqente shumë. Edhe vazhdova bëra këto kurset, edhe në një është ajo e manifeston atë gjën që ti don. Edhe i kisha gjërat në shtëpi edhe vazhdoja bëja vetes time thonë të kështu. Edhe një të ardhme hapa studion. Edhe po kur e hap dhe keme pasion, nuk lodhesh asnjëherë. Unë mbaroja edhe në 8 dhe 9 darkës edhe nuk lodhesha. Keme pasion nuk të lodh asnjëherë. Nuk lodh asnjëherë. Kështu që ajo mendoj që ka bërë që gjen dhe forcë. Pastaj shkoja në shtëpi, herë gjeja çunin në gjumë, e zgjoja që të rria pak më atë. E kisha shumë problem, do të thënë, të doja që dhe... Sepse dita jote ka qenë para dite punë, pas dite punë dhe nuk i shihje dot fëmijët. Kush merreshe më shumë me to? Përveç djalit madh që është në Kopësh, me djalin e vogël? Jo, djali i vogël lindi në gusht. Po, tani në ishte në shtator, kështu që ka qenë në bar, ka qenë në rregull. E kishe me vete gjithmonë? E kisha me vete kudo. I madhi ishte vetëm më shumë, do me thënë, mami me ka mbajtur. Por në këto 2 muaj, që gjithsesi ka qenë përsëri sfidues. Tani në këto 2 muaj, patjetër jemi me leje lindje, edhe studio nuk e kam hapur, kështu që jemi pushim. Për vetëm, po ç'lodhesh. Në periudhën korrik dhe gusht, djali i madh ishte pushim te Kopshi, edhe gushti ka qenë
po aq sfidues, po aq edhe i bukur të dy shtëpi. I madhi u mësua me ardhjen në jetë të vllajt, do me thënë si e shikonte Më thuaj pak, a është bërë pak xhelos kur vjen fëmia i dytë në familje? Jo, Si ke punuar ti me të mendoj për- që kemi punuar jashtëmase shumë me Aristin dhe ai është fëmijë shumë i mbar, është fëmijë shumë i dashur edhe çdo mëngjes vjen e puth, vllai po ikit e kopshti, mos u mërzit se do vi prap vllai pastaj. Është jashtëmase shumë i dashur dhe nuk ka bërë akoma skena xhelozie që ta kapi fort apo nuk e di, e vetmja gjë është që don ta puthi shumë. Edhe puth fort dhe i thot të mbyta. Kjo është e vetmja gjë, domethënë. Një vajzë si ti me ti jesh nënë e dy fëmijëve, të bësh dy punë, ti jesh Edhe bashkëshorte, shkollën, po. ti jesh zonjë shtëpie, edhe ti arrish të gjitha këtyre, bravo. Prandaj them Bravo. që ne nënat kemi superfuqi, jemi shumë. Ju lumt të trejave, sepse me forcën që është e brëndshme dhe që është kaq e fuqishme, sa vetëm Zoti e di se sa fuqi Do me na thënë jep ti për t'i shtrihesh përballuar. edhe thua, o zot shqyqyr po shtrihem. Dhe kur em zgjohesh tërgo thua, pa nga ato dhe netët. kur zgjohesh, thua shqyqyr u gdhit, vazhdoj dita se nata është nuk e di. Sidomos kur çohet 100 herë, jo i raçuçi, jo do pi, jo do bëj, kështu që vazhdoj dita, vazhdoj rutina. Ajo është më Përveç forcës tënde, të jashtëzakonshme dhe dëshirës, sepse duhet të kesh një forcë të madhe, mendore, fizike, psikologjike, emocionale, menaxhim emocionesh, të Po se gjitha ka bashkë. vende që ndërthurë. qanë aty edhe nuk shef njëri edhe thu, o zot, po tani që do bëj, si do ja bëj, apo nuk e di, po që këto harrohen shpejt. Të kanë dhënë forcë. Po, harrohen. Bebi në bark, fëmia që ke aty. Harrohen, Roli i bashkëshortit në krah. Më trego pak Ka për qenë ndihmën, çfarë ndihme ti jep ai? shumë suportues në gjitha aspektet. Ndryshe nga Alisa, neve në gjimnazi jemi lidhur, po kemi qenë klas parë, shok klase. Po. Që në klasë të parë. Po, që në Pas klasë të keni një parë. jetë, jeni rritur Po. bashkë. Edhe nga klasa parë deri në klasë, gjithë filloren kemi qenë bashkë, pastaj jemi ndarë, kemi shkuar në 2 shkolla paralele në Durrës, dhe pastaj në gjimnaz jemi rikthyer po në të njëjtin gjimnaz. Aty u njohëm, por që kishim harruar që ishim në një klasë. Bashkëshorti gjen disa foto nga festa betare, që jemi dorë për dorë. Edhe jemi shumë shok. Në kuptimin që nuk është se është marrëdhënia burr dhe gru, dhe gruaja do i bëj gjitha, Shëndet. burri është burr edhe nuk do bëj asgjë. Ne jemi shumë shok. Edhe Ai çdo gatuan, ai gjë- merret me fëmijët, ai bën Po. këto punët që Po. ndoshta për shumë burra të gjitha. quhen të vështira, po jo se të nuk di gjitha, ti. të gjitha. Jo, Merret asnjë me nuk to. di të bëj, ë. Mendoj që duke i bërë neve të gjitha, thënë hëse je ti dhe e bën ti. Nuk është se nuk din të bëjnë. Por që patjetër dua ta falenderoj, tani për shembull është ndihmë shumë e madhe me djalin e madh, se merret shumë, e nxjerr shëtitje, vjen në darkë masdite, lozin, janë gjithkohës shumë të lidhur bashkë. Po. Por që është ndihmë shumë e madhe, si për punët e shtëpisë, apo nuk është nga ato burra që e do drekën gati, do t'ja shtrosh, t'ja ngresh, jo. Edhe qofse unë s'kam bërë diçka, ai e bën vetë shpejt e shpejt, ndonjëherë kur e shikoj që edhe unë jam shumë gjithkohës jam shumë e ngarkuar, por që bën ai dhe vjen i sjell edhe neve ose e shtron drekën, kështu që janë mendoj që është fat të kesh bashkëshort Supportues, që edhe të kanë ndihmuar për të të shtyrë, për të vazhduar shkollën, se mund të ishte edhe e kundërta që tani që ke 2 fëmijë, lëre vazhdojmë më vonë, se kanë ndodhur raste të tilla, apo jo, për ta ndërprer. Ngel në hije për shumë kohë, sepse vitet kalon shumë shpejt. Absolutisht. Po, ai gjithmonë thotë, unë kam frikë nga ty, thotë se ti zgjohesh mëngjes edhe kush e di çfarë thua dhe sot do bëj këtë. Mendon diçka tjetër. Kush e di nesër çfarë do bësh, ku do shkosh, çfarë do fillosh. Çfarë planesh ke për më vonë? Për më ndalim vonë. pak. Do bëjmë dhe një gocë. Do bësh dhe një fëmijë të tretë, pas 2 çunave? Pas 2 çunave, ose s'ka gjë, 3 çuna dhe një gocë, me kismet, kemi mirë. Por që... Mire ka bashkëshorti. Por që...
Për momentin kemi zënë ato comfort zone dhe jemi pak qetësi. Po shijoni pak të, pas asaj furtunës së madhe, po jemi pak qetësi. Unë jam shtëpi gjithkohës me dvoglin, I madh në kopësh, dalim shëtitje, kthehemi, do me thënë jemi në këtë fazën e qetësisë për momentin. Pjesa e gjyshurve, Vjera, për shumë mamaja, të ndihmon për fëmijën? Po, por për momentin unë, duke qenë se jam vetë, është ajo pjesa që s'do t'ja lesh njeriu, dhe do ta vash vetëm për vete. Edhe shqyr që je pushim dhe po merresh vetëm me këtë se është lodhje, por që është lodhje që merr kënaqësi. Edhe mami më është gati që ta mbaj dhe unë të dal në punë, unë s'jam gati. Vjera është në punë, ajo vjen mbas diteve që na takon edhe shikon ose shkojmë ne. Kështu që s'ka kënaqësi më të madhe mendoj se është një tamam një burim frymëzimi, një bisedë frymëzuese, kjo gjithë historia që ti tregove. Për të frymëzuar këdo që e shef ardhja më e madhe nga çfarëdo lloj gjë që mund të arrijë njeriu në jetë. Mund të arrish diplomat, mund të arrish çdo sukses, por fëmia që ti je një nënë e denjshme se po I vjen gjumi të voglit. Ka gjë shumë e madhe. Çfarë mesazhe shkeni për çdo vajzë që është duke na ndjekur tani dhe është në pozicionin tuaj të fillimit, atë kur ka marrë vesh se mund të jetë shtatzan dhe çdo gjë ndoshta e ka penguar, e ka tërhequr për të vazhduar ëndrrë përpara? Unë këshilla që u mërzitet? Hajde pak tek unë, e lë mamin që të japi një mesazh të bukur dhe e shohim pak veten aty. Ja, ku kemi aty. Mere. Këtu brenda kemi asnjë gjë, por ne do lozim me ngjyrat. Unë mendoj që të jesh femër është diçka shumë e bukur, shumë sfiduese, por shumë e bukur. Të gjitha punët që ne kemi dhe na mblidhen ndonjëherë aq forca, ne nuk dimë çfarë të bëjmë më përpara. Kur vjen bebi në jetë, duhet I lëm pak pas dore. Do me thënë, duhet përkushtohemi shumë. Unë mendoj që nuk është kot ai studimi fundit që ka dalë që një bebe ka nevojë për figurat ashimit është nëna. Ka nevojë më shumë për nënën, më shumë se për çdo gjë tjetër. Ndoshta nuk I kemi mundësitë që deri 3 vjeç ti mbajmë fort pas vetes, por të paktën deri 1 gjysmë, 2, mendoj që duhet jemi shumë pranë bebit ton, për t'i dhënë gjithë dashurinë, gjithë përkujdesjen, që unë mendoj që askush tjetër nuk e jep më mirë se sa vetë nëna. Ajo që edhe unë si Ariola kam patur një periudhë shumë intensive shtatzanie, do me thënë, mua pedagogët më thonin që shkon në shtëpi se po mos po na lind këtu. Ke qenë deri në muajin e 9-të? Sa ka ardhur në mësim deri në ditën që ka lind ndoshta? Deri në muajin e 9, do me thënë kam qenë aty. Do me thënë barkun ke goja si topolag vinte po dhe nuk e zënte edhe banka. Kam patur një dhimbje shumë të tmerrshme këmbës, në kapi. Dhe nuk u dorëzove, po do të ndiqe të gjitha leksionet. Punën e kisha 20 minuta larg me makinë, zgjohesha që në 5 dhe shkoja në punë 8 orë, më pas shkoja ndiqja dhe leksionin pas dite. Pastaj ditën e diel që ishte ajo pushimi nga puna, shkoja sërish në universitet dhe mendoj që në shtatzani kjo të bën mirë, sepse ti je aktive në shtatzani është mirë, por ky mesazh që po ja bër gjitha nënat që të jenë sa më pranë fëmijës së tyre kur ato janë shumë të vegjël, është shumë I rëndësishëm. Kujdesuni sa më shumë për bebet tuaja, mbajini sa më shumë pranë. Dhe mbi të gjitha, kujdesuni dhe për veten. Kujdesuni dhe për veten, sepse ne shpesh harrojmë përditshmëria jonë shumë, dalim shumë shpesh, nuk vishemi si sot, ose nuk I rregullojmë shpesh flokët, rëndësi ka që bebit jetë mirë, por është shumë rëndësishme të kujdesemi për veten, të ushqehemi mirë, sepse kemi një bebe që ushqehet me gjithë natën dhe na merr shumë energji nga trupi. Është të muaj djali dhe e ke akoma energji apo jo? Zgjohet shumë shpesh natën, është shumë strapacuese. Kjo periudha tani është bërë shumë I lidhur me gjirin, më përpara nuk ka qenë, flinte më qetë, por tani është bërë shumë e lodhshme. Ku ke ndërmend që ta shkëputësh? Do ta mbash një vit e pak? Besoj se një vit e pak, po është e ndjej shumë emocionale këtë pjesën kur duhet t'ja shkëputësh. Them, o Zot, shpresoj që ti mërzitet vetë nga pak, të lidhet më shumë me ushqimin dhe jo ta shkëputësh me zor. Ndërkohë është dhe me ushqim, djali apo jo? Po, është dhe me ushqim. Ka ushqime që I shijon, ka ushqime që...
Gjithmonë kur flitet për të, është një reagim. Sepse unë i flas shumë, i jap shumë vëmendje. Edhe kur çdo proces të tij ti e komenton. Po, ja komentoj, i flas shumë. Bukur. Mesazhi Marinelës? Në fakt, edhe unë njësoj si goca që floli tashi, është shumë rëndësishme që në momentet e para të ardhes fëmijës ne të jemi sa më pranë atyre. Okej, karriera pret, edhe shkolla pret po ashtu. Kështu që mendoj që në momentet që fëmia të vjen në jetë, e gjithë koha duhet të jetë i përkushtuar fëmijës, sepse ai ka nevojë për ne. Nëna është ajo figura kryesore që fëmia e ndjen edhe pa e parë. Kështu që ky do ishte mesazhi im, edhe për shkollën pastaj sigurisht, të jepni të kohë vetes, nuk është e nevojshme që okej, mbarova bachelorin, do vazhdoj direkt masterin. Mendoj që duhet pa kohë ta kuptosh edhe veten se ku do të arrish, çfarë dëshiron të bësh. Edhe të jesh më qartë në vendimet e tua, që në momentin që të vazhdosh masterin, mos ta vazhdosh vetëm që okej, po e mbyll, por të shkosh aty me dëshirë, me motiv edhe ta mbyllësh më nota të mira dhe të jesh qetë me veten. Si mendon për të ardhmen, për punën dhe degën që ke drejtën aktualisht? Dega ime është një degë shumë e mirë, se është dega e teknologjisë, por unë tashmë të dy fëmijët i kam në moshë të rritur. Besoj se janë atë moshën që mund t'i lë edhe veçmas. Janë më pak të pavarur, Po, më janë shumë më të pak të pavarur, pavarur, sepse kanë qenë më të vegjël Po, edhe duke qenë se të janë përkushtuar, u bën 6 vite që unë nuk jam në punë, thënë drejtën. Janë përkushtuar vajzës, janë përkushtuar dhe çunët, kam dashur të shijoj në maksimum, sepse është një moshë që nuk kthehet më. Këta nuk bëhen më fëmijë. Unë mund të gjej një punë më vonë, por fëmijët nuk kthehen më bebe dhe kam thënë okej, do i sakrifikoj këto 6 vite të jetës time dhe di që do e shijoj, do kem përmbushur, nuk do kesh peng. Nuk do kem peng që nëse pasi të them okej, nuk kalova dot kohë me fëmijët e mi, punën do ta gjej normalisht, njëri ku ka dëshirë për punë, edhe arrin një jetë, kështu që okej, kam thënë. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Ishte shumë i bukur dhe frymëzuese biseda me juve dhe ju uroj më të mirat. Shëndet në familje me fëmijët tuaja dhe shumë suksese në çdo projekt që do të keni. Patjetër dhe për fëmijët dhe për ne gjithashtu, duke patur edhe të ftuarin më të vogël në të gjithë sezonet e Rrezë Dielli, siç është ikon. Faleminderit, kalofshi bukur.